Por rikthehemi edhe një herë tjetër ambientit ton këtu në Tiranë, në Shqipëri se çfarë ndodh. Si kur ndërun e thash përpara viteve 90 duket se i kemi preferuar shumë veçanërisht qytetet e caktuara, siç është Shkodra apo Korça, vërtet që i kanë preferuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndërkohë që duket se së fundmi kemi një iniciativë goxha të mirë edhe në kryeqytet. Për të gjithë miqtë që kanë qenë të vëmendshëm dhe kanë kaluar përpara sheshit të Rinia, duket interesante sepse aty janë listuar disa biçikleta flot ngjyra dhe të këndshme. Ato ndoshta mund t'i gjejmë edhe në kënde të ndryshme, kështu që po kalojmë në një herë në këndin tjetër ku më pret Ened Mato. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur Ened. Drejtues Sinja Kovolis. Tani, flasim pak çfarë për këtë iniciativën, si të ka lindur ideja? Ju falenderoj jashtëmase për gjithë përgatitjen mjaft profesionale të prezantimit të biçikletës, mjaft vlerësuese. Do ishte shumë e nevojshme që kjo të ndodhte në vazhdimsi në median tuaj, qoftë në emisionin tuaj, por edhe në emisione të tjera, sepse ka një përqasje shumë pozitive në publik, ka një përkrahje edhe nga qytetarët e Tiranës të një ndërgjegjësimi dhe një mbështetje ndaj biçikletës. Ajo që na habiti ne ditët e para të shërbimit të Kovolis në terren, ishte pikërisht përkrahja që i bën qytetarët e Tiranës saj nisme. Përpara se të shkojmë tek përkrahja, flasim pak sa lindi ideja. Duket se në kryeqytet kanë munguar për një periudhë goxha të gjatë biçikletat, nuk është se i shohim kaq shpesh. Ideja erdhi më shumë si nevojë një mënyrë lëvizje alternative. Duke parë që qendra e Tiranës është shumë e vogël për të qarkulluar, qoftë në makina, qoftë edhe për të kryer punë, si thua, në distanca të vogla me mjete siç është makina. Atëherë lindi ideja që biçikleta duke qenë shumë më praktike, shumë më e shpejtë, ekonomike, duke sjellë shumë nga përfitimet që ju paraqitet më parë shëndetësore, psikologjike për njerëzit, u pa që ishte një nevojë, domethënë ishte një antistres i orëve të tëra të bllokuara në trafikun e bllokut apo në trafikun e bulevardit, ishte një gjë shumë ekologjike për sa kohë që ne shohim që ajo rreth tymi dhe dioksidi i karbonit që krijohet në bllokimet të trafikut, qoftë në bllok, qoftë në pikat kyçe të udhkryqet kyçe të Tiranës, është një tmerr i vërtet edhe për kalimtarët. Ndryshe mund të jetë për dikë që është brenda makinës, që ndes kondicionerin, mbyll xhamat dhe rri qet pret, ndryshe është për dikë këmbësor që do kalojë aty apo dikush tjetër me biçikletë, qoftë për fëmijët që është shumë më e rrezikshme, qoftë edhe për gjithë pa përjashtim. Lindi si nevojë e një aktiviteti fizik për të rinj sidomos. Kishte pak hapësira për të ndërgjegjësuar një moshë e cila e ka përdorur gjithë jetën biçikletën, siç është mosha e prindërve tanë, të cilët e kanë pas mënyrë lëvizje diku. E kanë shijuar. Dhe e kanë shijuar në ato rrugët e boshta nga makinat të Tiranës. Sepse ishte vetëm një transport. Sepse ishte pak alternativa kishte për sa i përket makinave. Ka qenë diçka që ata e kanë shijuar dhe shumë prej tyre vazhdojnë ta përdorin dhe sot me po të njëjtin vendosmëri, pavarësisht trafikut, pavarësisht kushteve që janë më të vështira. Tani mirë, biçikletat i kemi prezente në kryeqytet, fal kësaj nisme që ju keni ndërmarr. Rrugët ku i kemi? Deri tani ka funksionuar shumë herë në Tiranë që duhet krijohet një frym, duhet krijohet një komunitet, duhet krijohet një lëvizje, e cila, si thua, përfaqëson interesat apo ato nevoja që ka një grup njerëzish. Në rastin ton, ne po mundohemi që të krijojmë një frym, një lëvizje, një kulturë të biçikletave, po mundohemi që të zgjerojmë një komunitet përdorues të biçikletave, qoftë nëpërmjet nismës së Kovolis, qoftë nëpërmjet nismave të tjera që kemi ndërmarrë gjatë këtyre kohëve, me idenë që ky komunitet vi duke u zgjeruar, ky komunitet të qartësojë ato nevojat e tij, siç është një nevojë shumë e rëndësishme është korsia e biçikletave, një nevojë shumë e rëndësishme, por që nuk e shohim. Pikërisht. Nuk e shohim thuajse fare, duket jashtëzakonisht shumë e vështirë nëse ndërmerr iniciativën për t'i dhënë biçikletës, për ngar biçikletën në rrugët e kryeqytetit. Është pak aventureske për momentin për sa i përket ditëve të normale të punës. Nëse në fundjavë mund të lëvizësh qoftë nga parku, qoftë nëpër zona interesante që ka hapësira për këmbësorë dhe për biçikleta, gjatë përditës është pak më e vështirë në trafikun e rënduar, në lumin e njerëzve që kalojnë sa majtas gjatë pas trotuarve, por jo e pamundur. Unë e shoh shumë në aspektin praktik vetë personalisht
që një njeri pak sportiv, një njeri I cili do t'japi një model pozitiv që edhe me këtë situatë mund të lëvizet me bicikletë, e gjen shtegun e tij. Pavarësisht se e vështirë, por që jo e pamundur. Absolutisht që duhet dikush që në një farë mënyrë të çajë shtegun, t'japi atë modelin dhe frymën pozitive, që dhe tjerët deri diku ta gjejnë të hapur këtë shteg ose të jenë më të lehtë për të lëvizur. Nëse një grup njerëzish janë me vërtet apasionuar dhe besojnë që bicikleta duhet të jetë alternativë lëvizje në qytet, janë këta njerëz të cilët japin atë shembullin dhe modelin e tyre. Nëse flasim konkretisht, cilat janë disa nga rrugët e kryeqytetit, të cilat ju do t'i sugjeronit në fakt për të zgjedhur si alternativë jo vetëm për argëtim, por mbi të gjitha edhe transporti bicikletën. Ka ndodhur ajo, në që ditë e para të shërbimit të Ekovolis në terren, ka ndodhur ajo që ne kemi këshilluar, qoftë parkun e Liçenit, qoftë ato rrugët pak më të qeta, rrotull Parkut Rinia, bulevardi ka një hapësirë të mjaftueshme për të lëvizur me bicikletë pa u rrezikuar. Ka pas kësaj shumë njerëz cilët nuk kanë pas nevojë për këshillat tona, për sugjerimet tona, por I kanë marrë bicikletat dhe kanë vazhduar punët e tyre, dikush në punë, dikush në shtëpi, dikush për të bërë një shpenzim në pazare të zakonshme, por Liçeni ngelet për momentin destinacioni kryesor kur marrin bicikletat. Në shumicën e rasteve njerëzit marrin bicikletën, shkojnë në parkun e Liçenit, aty organizojnë një pedalim të shkurtër rrotull Liçenit dhe pastaj akomodohen bus parkut. Personat që kanë qenë më të interesuar nëse referohen me grup mosha, ajo që kanë shfaqur interesin, edhe pse pak ditë kemi që kemi prezente, duhet të thënë kjo. Në mënyrë të përgjithshme është përkrahur nga të gjithë, është përkrahur qoftë nga prindrit tanë, në mosha e prindërve tanë, është përkrahur qoftë nga një moshë pak më e mesme, cilët e kanë bicikletën si alternativë punësh, alternativë fundjavë, alternativë sporti, por ajo që na biti shumë ishte edhe përkrahja që I kanë bërë trinjt. Nuk e prisnim një përkrahje kaq të gjerë, ndodhi që ditë e para stacioni kishte pak bicikleta për të ofruar, sepse trinjt edhe nëpërmjet tyre mediave sociale siç është Facebooku e tjerë, ishin informuar për këtë nismë, ne kishin përqafuar në Facebook dhe tani kishte ngelur ta përqafonin dhe në terren të stacionit. Janë shumë trinj që përdorin, dikush për fundjavë për të dalë një shëtitje nga Liçeni apo dikush tjetër edhe për punët e përditshme, ka shumë që sot ishte, si thua, ditë e martë, që nuk ishte domosdoshmërisht ekskursion apo piknik nga Liçeni dhe kishte prapë shumë trinj cilët po lëviznin poshtë e lartë për shkolla, në për punë, në për gjëra me Ekovolis. Të zgjedhur bicikletën. Ka një kosto? E cila është? Pika e fortë e bicikletës, përveç shumë të mirave mjedisore, shëndetësore, psikologjike që ju profesionalisht I përmendët gjitha, ka një përfitim të madh ekonomik. Një nga pikat e forta që ne mendojmë që kjo do përqafohet mas nga trinjt është buxhetet e vogla të një studenti për të mbajtur një makinë. Është bërë një tmerr I vërtet për aq efikase sa që është makina për të lëvizur në qendër, me shpenzimet që ajo ka, qoftë me karburantin, qoftë me taksat, qoftë kostot e parkimit, qoftë koha që t'i harxhon në trafik I bllokuar dhe ndotja mjedisore e cila dhe ajo ka një kosto, një faturë ekonomike. Ka një kosto minimale e cila është, nëse mund të flasim konkretisht me shifra? Kostoja minimale e bicikletës është një mirëmbajtje që në shumicën e rasteve njerëzit e bëjnë vetë pa një kosto. Të blesh një bicikletë sot kushton jo më shumë se një serbator makine. Jo në flas për bicikleta që blen, por nëse drejtohemi në rastin e Ekovolisit, bicikleta është e dy mënyrave. Ka abonim në momentin që antarësohesh dhe merr kartën Ekovolis, në këtë mënyrë ke mundësi që ta përdorësh gjysmëmorshin e parë falas, pastaj ka një rritje progresive të tarifës.